Me që ndalëm këtu sa tonë u futën në Shqipëri, sepse nuk u bas një publike as kompania qoftë nga KU, apo sa janë futur dhe sa janë shpërndar për tregun. Shiko, është futur një kontener me 4 lote. Edhe kampionet janë marrë në njërin nga lotet, i cili ka qenë diku te 7.8 ton, 7.9 ton, po themi 8 ton afërsisht. Por në fakt janë 3 lote të tjera të cilat nuk ka dalë përgjigje analizave akoma. Salmonella duke qenë se hyn te këto problematikat e shpërndarjes, si thonë, nëpërmjet kontaminimit kryqëzuar, pra që do të thotë nëse në një kontener del një nga lotet me salmonell, konsiderohen pozitiv dhe 3 të tjerat, që do duhet të rikampionohen edhe një herë për të bërë analizat 3 lotet e tjera. Në këtë aspekt, vetëm një lot, 8 ton ka dalë pozitiv, nga i cili gati gjysma e këtij produkti është konsumuar nga qytetarët dhe është hedhur në treg, edhe gjysma është e konfiskuar në ambientet e kompanisë. Për sa kohë nxori përgjigjen i stuvi? Për ta lidhur para se të dalë, për ta lidhur prapë me qytetarët. Prandaj duhet një komunikim që në moment që u dha alerti me datë 21, duhet bësh komunikimi me qytetarët dhe të informoheshin për llojin e produktit, sepse e thashë pak më parë, qytetarët, konsumatorët bëhen bashkëpunëtor me AKU-n për të minimizuar dëmin në popullat, që do të thotë, ne sot e kësaj dite mund të kemi pula në shtëpitë tona në frigorifer, që kemi vajt para 2-3 javë, kemi bërë furnizimin për shtëpinë edhe i kemi në ngrirje dhe presim t'i konsumojmë.